Do të përgatisim disa bukë në formë koni ose si quhen ndryshe korne. Do të na duhen këto përbërës që ne I kemi vendosur në tavolinë. 500 gram miell I zakonshëm I bardhë për gatim. Një lugë çaj me krip, 7 gram maja, fara susam dhe fara liri. Do të na duhen 2 kokra vezë të cilat I kam ndarë, një të verdhë dhe kam ndarë dhe kam lënë me një anë, e cila do të na duhet për t'i lyer bukët kon. Kemi këtu 2 lugë me qumësht plur, 2 lugë gjelle, 170 ml qumësht, I cili duhet të jetë I ngrohur, I vakët. Këtu kemi 4 lugë gjelle me gjalp. Dhe gjalpi duhet të jetë I shkrir, 2 lugë gjelle me sheqer. Në qoftë se do të na duhen t'i bëjmë të ëmbla, siç do t'i përgatis unë sot, duhen 2 lugë gjelle, për ndryshe do të vendosim vetëm 1 lugë gjelle në këtë masë. Këto janë përbërësit. Do të vendosim tek mielli majan, qumshin plur, sheqerin, do të vendosim vezët, gjalpin, dhe më pas do të shtojmë edhe qumshin. Dhe do të zëm një brum I cili nuk duhet të jetë shumë I fortë. Ai do të jetë një brum më I lëshuar, jo brum I fortë. Pasi përziej mirë këto, do të shtojmë edhe kripën, por pak më vonë. Gjithashtu shtojmë edhe kripën dhe vazhdojmë I përziejmë. E përziejmë me dorë duke rrahur të gjithë masën, siç bëjmë kur bëjmë petulla. Në këtë mënyrë. Të përzihen mirë përbërësit. Dhe duhet të vazhdojmë për disa minuta që ta punojmë në këtë mënyrë. Më pas, kur e mbarojmë këtë proces, e vendosim në një vend të ngrohtë enën me brum dhe e lëm për 1 orë që të vijë. Për mbushjen e bukës kon, ne do të përdorim 2 gota me qumësht, 250 gram pana për ëmbëlsirë, 4 lugë gjelle me sheqer, 4 lugë gjelle me miell, 2 paketa vanilje, 1 filxhan çaj me arra, të cilat do t'i grimi imët, gjithashtu dhe disa copa me çokoladë. Tek qumshi do të vendosim sheqerin. Më pas këtu do të shtojmë edhe miellin dhe do t'i përziejmë mirë dhe më pas do t'i vendosim që këto të zjejnë dhe të trashin lëngun të bëhet një masë kremoze. Rrahim edhe panën derisa të përfitojmë një skumë. Pasi e përziejmë vazhdimisht, kemi përftuar një krem të trash në një temperaturë mesatare dhe kur fillojnë bulzat e para të zjerjes, këto ka përfunduar zjerja, e heqim dhe e lëm të ftohet. Tani që është e ngrohtë dhe kemi hequr kremin, sipas dëshirës mund t'i shtojmë edhe pak gjalp, shumë pak gjalp, një majluge me gjalp. Shtojmë këtu dhe vanilje, 2 paketa me vanilje, e përziejmë mirë dhe e lëm të ftohet këtë mas kremi. Për të realizuar formën e konit do të na duhet një fletë kartoni, të cilin ne do ta presim në formë katrore, në këtë mënyrë. Këtë pjesën këtej ja heqim. Dhe e kemi në këtë mënyrë duke formuar një kaush të tillë ose një kon të tillë, një formë konike. Pasi formojmë, do ta ngjisim këtë pjesën këtu që të mos hapet. Dhe pasi e kemi ngjitur, vendosim për qark kësaj edhe letër baraku. Në këtë mënyrë duke e rrotulluar. Dhe ja ku I kemi të gjitha format që na duhen, të formuara në këtë mënyrë. Si brumi ka ardhur, është fermentuar, ne e kemi lënë gati 1 orë
në dimër, kurse në verë që është ngrohtë mund ta lëm 20 deri në 30-35 minuta. E nxjerrim me kujdes dhe do ta ndajmë në pjesë të vogla. Si e spërkatim me miell brumin, e ndajmë në 8 pjesë të barabarta. Konet do t'i krijojmë në këtë mënyrë, duke marrë brumin në duar, duke lyer pak me miell dhe në këtë mënyrë e zgjatim derisa të krijojmë një brum të tërgjatur. E kemi hapur në këtë madhësi dhe e rrotullojmë në këtë mënyrë që të krijojmë një dredhje të brumit. Më pas, marrim konin e përgatitur, në fundin e tij vendosim brumin, e shtypim pak me dorë që të krijohet një mbyllje dhe më pas rrotullojmë gjithë brumin e përgatitur rreth konit, në këtë mënyrë. Dhe ja ku e kemi të përgatitur bukën kon. Më pas i lyejmë të gjitha me të verdhveze, gjithashtu vendosim edhe fara susami, fara liri, çfarë të kemi në agjendën në shtëpi. Dhe i kemi gati për t'i pjekur në furrë. Furra duhet të jetë gjithmonë e nxehtë, më përpara duhet ta ngrohim më përpara furrën dhe do t'i pjekim në 200 gradë për 18 deri në 20 minuta. Apo i kemi nxjerr nga furra kornet, mund t'ja largojmë këtë pjesën e përgatitur, jam pjekur. Dhe do të vazhdojmë me përgatitjen e kremit. Shkumën e kemi bërë gati dhe këtu do të pasi është ftohur kremi, do ta shtojmë pak nga pak dhe do ta përziejmë me shkumën. Këtu mund të shtojmë sipas dëshirës edhe disa ara. E përziejmë mirë që të përzihet, të bëhet masë homogjene, e njëjtë. I mbushim me kremin e përgatitur kornet me ndihmën e një luke. Dhe i vendosim në një enë të tillë. Më pas do t'i dekorojmë me arat e grira imët. Mund t'i grim edhe pak çokoladë. Gjithashtu i vëm edhe një deg të vogël menteje.